Në Kosovë, misioni e EULEX-it ka bërë të ditur se është krijuar një njësi e posaçme për hetimin e pretendimeve të ngritura në raportin e të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për përfshirjen e disa prej ish-drejtuesve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në trafikimin e organeve njerëzore. Ky departament, që do të përbëhet nga prokuror dhe hetues, do të punojnë në vazhdimin e hetimeve paraprake që ka nisur nga misioni e EULEX-it në fillim të këtij viti. Autoritetet në vend i kanë hedhur poshtë pretendimet e zotit Marty, ndërsa janë shprehur të gatshëm të bashkëpunojnë me drejtësinë ndërkombëtare. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. Misioni i Bashkimit Evropian për Polici e Drejtësi ka bërë të ditur se është krijuar një departament i posaçëm për hetimin e pretendimeve të ngritura në raportin e të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për përfshirjen e disa prej ish-drejtuesve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në trafikimin e organeve njerëzore. Zyrtarët e EULEX-it thanë se vendimi për themelimin e këtij departamenti është marrë në Bruksel dhe ai do të përbëhet nga prokuror dhe hetues që do të punojnë në vazhdimin e hetimeve paraprake që filluan nga ky mision më 27 janar të këtij viti. Shefi i zyrës për informim në këtë mision, Nicholas Houghton, thotë se kjo dëshmon rëndësinë që Bashkimi Evropian i kushton kësaj çështje. I can confirm that EULEX, with the full support of all 27 EU member states, has decided to set up a task force to further... EULEX-i me mbështetjen e plotë të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ka vendosur të themelojë një departament të posaçëm që do të çojë përpara hetimin mbi pohimet e bëra nga raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty në raportin e tij në dhjetor të vitit 2010. Ky departament përbëhet nga prokuror dhe hetues që do të punojnë në hetimet paraprake që u filluan nga EULEX-i në fillim të këtij viti. Pasi që hetimi përfshin një dimension ndërkombëtar, ky departament do të jetë pjesërisht me seli në Bruksel. Kjo dëshmon rëndësinë që Bashkimi Evropian i kushton kësaj çështje, tha zoti Houghton. Më 25 janar të këtij viti, Asamblea e Këshillit të Evropës miratoi me vetëm 8 vota kundër raportin e senatorit Dick Marty, në të cilën ngrihen pretendime ndaj disa prej ish-drejtuesve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, përfshirë edhe kryeministrin Hashim Thaçi, për përfshirje në trafikimin e organeve të personave që, siç thuhet, ishin rrëmbyer nga forcat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pretendimet e ngritura në raport nxitën reagime të zemëruara në Prishtinë, ku autoritetet hodhën poshtë pohimet e tilla, ndërsa u shprehën të gatshëm të bashkëpunojnë me drejtësinë ndërkombëtare për hetimin e të gjitha pretendimeve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.